Lavdi falënderimi është për Allahun fuqiplot, I cili Zoti I vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamit e dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, I cili është I fundit I profetëve, mëshira e gjithësisë dhe mësuesi I njerëzimit. Këto lutje, salavatet dhe selam janë për familjen, shokët dhe gjithë besimtarët e cilët e ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Të dashur vëllezër, Allah na këshillon Kur'an me fjalën e tij: O ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu se meriton ai dhe asesi mos vdesni ndryshe vetëse me iman. Të nderuar besimtar, pejgamberi alayhi salatu wassalam ditë të saktë të tij thot: në ditën e kiametit kanë marrë disa njerëz me sevape sikurse kodra tihame. Është një kodër e madhe me këtë emër. Do të thonë qatë shumë që kanë me pas sevape, kanë mu duk që kanë sevape, sa njerëzit kanë mja marrë lakmia tyne. Thotë, mirë po, Allahu Gjelleshanu ka mja u shëndru në pluhur e hi. I kanë thonë, ja Rasulullah, që kanë bo ata, që ka bëjnë ata, që me I shkatru sevapet e veta, kodrët, apo kodrën e madhe me sevape. Mja bo Allah pluhur e hi, e të regon pejgamberi alayhi salatu wassalam një që askush nuk e di për ta. Askush nuk e di për ta. Thot, jënë kon I badetgji, jënë kon të kujdesshëm, jënë duk të khejrit, për e kanë pas një ves. Idha khajri me hamillahi intehekuha. Kur jënë kon në vetmi, me ta edhe më katët, kur I ka dhonë mundësia me bo më katën vetmi pa I pa kërkush, si janë kujdes. Vetmin e tyne e kanë shfrytzu për haram. Të dashur vëllezër, është pak e rëndë kjo temë, por për të rit vlen shumë. Është trekje e vrejtjes për djemë të ri, për vajzat e reja, përmes tyne rrjeteve sociale, shfrytëzojmë mundësinë me I këshillu. Aman, sot çdo kush prej nesh ka telefon të lidhur me internet, s'po them të mençur. Sot çdo kush ka mundësi me hyrë në çdo faqe, me kontaktu me çdo kan. Po unë di raste kur vjen edhe prindja në kohët se djali I tij, çika e tij, rrin të fol me gjinin e kundër deri në sabah. Në rrjetet sociale, sa njerëz kanë rënë viktima e haramit. Sa njerëz është përhap çështja e tij dhe është turpru, është marru. Përmes kërcënimeve të palëve tjera, sa njeri ka myt vetën, sa njeri është shantazhu, është lyp pare, pse kanë rënë viktim? Kanë rënë viktim e rrjeteve sociale, kanë rënë viktim e vetmisë me haramin. Prandaj është një rregull në Islam, Allahu na zgjel mesela të fundit që të bjen mend për Zotin. Të fundit që të bjen mend për Zotin. Allahu është I pari që duhet me të ranë mend. I pari dhe I fundit. Nëse Allahu Gjelleshanu din diçka për ty, nuk ka lidhje njerëzit ajo. Prandaj, çdo sen në Islam që bëhet me halal, borxhe që s'mirët me kamat. Shkon ja lyp dikuj, bjemi 5 euro për Zotit se kam nevojë, e nuk ja bën një dallavere me hile në biznes. Është halal. Ti jep, problemi ti është. E bën një lidhje, një martesë, një diçka me halal, s'ka lidhje. Se I pari dhe I fundit që ti e ki gajlë është Allahu. Prandaj, këta persona që kur janë në vetmi, shtypen aty ku s'duhet me shtyp. Prekin aty ku s'duhet me prek. Sidomos djent edhe vajzat e reja. Aman na kemi raste me dhjetra, qindra, ata mujore, vjetore, thuj sa dush, të cilat janë të kësaj problematike. Ka njerëz që vjen këtu burre e gruaja. O gjë, e kum zon këto çështu, e kum zon ato çashtu. Jo, vallahi kon hera parë. Jo, mundesh me rënd dikon udhë, atje më thon hera parë. Atë ka dalë shesh. Atë ka marrë Zoti fytyrën. Atë ka bën hor. Është rregull në Islam, Allahu Gjelleshanu kërkuj si amër fytyrën me të parën. Por është mashtrimi I shejtanit, mi thonë, provoje, shtype për filan pullën, kontakto me filanën, me fistekën,
Çaja në syrat çështo, çaja çashto. Kur e bën për e parë thotë, "Apshe sa letë, ku kush të mur vesh?" La ilaha illallah. Allahu xhaleshanu ja jep mundsinë që secilin mu pendu. O ama në robi jam, e bani këtë gabim, mos e bën për zdyte, mos e bën për strete. Ama dije që, wallahi l'adhim, pasha Allahin, çdo kujt që është marrë ftyrën publik, që i kanë dalë dallaverët e mashtrimet në shesh, e ka pa këtë dujaja, sikur sa ata atje në ishullin në Amerika atje që u bën hor, politikanë më të mëdhaj, që bota i ka liderat të tyne. Ata thamë katunar që kurvar, ma vëne halal, se ka venin kjo fjallë këto. Kur Allah ja qëtë kur ata se mashtrohen njëherë 2-3, prandaj në kone Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu ka një njeri e kanë zanë të vjerë. Ka thonë ja Amirul Mu'minin, kërësimtarve, vara parë bre gabova, ka thonë jo vallahi, pa mush t'i kupën, nuk ta qetë Allahu në shesh. Ta kam shef Zotin njerë 2-3 mu pëndu, se pëndu, t'kanë zanë gjinja. Dije se kjo nuk u kone rapa, po e ke mush dhe në atë nivel që Allahu gjelleshanu ma, nuk ta më shef. Se ku ta kam shef, t'ka ardhë mirë, hajtë se bajka. Edhe ka dhonë urdhën, është ngritë dispozita Allahu të zëgjel, ndaj ati vjellëse, i ka këpu dora, shqip, se politikantë edhe ata që janë në për atje në për pushteta se në tutën, për kësa, po dojnë me në pru shëriatin, këta, po normal po dojnë, se në zvjedhëm, ju po vedhme ju se dëni shëriatin, se du të me jetë masane ju pështu, pa dur, edhe pa kom. Prandaj edhe ju vrate ja që është hak, qa me bo? Qaj që jenë publik, qaj jenë vetëmi, qaj që jenë para njerëzve, as maj mirë, as maj keq. Për kundrazi, ulemat e mo që me nkuan ata të cilët i kanë shef i badetet, që shim shefim në gjënohat. Dhe më thanë, në momentin që njerjut, është në vetëmi, shkon mene kanë i gjëna. E ulemave, kërë nkuan në vetëmi, kanë thonë të shfrytëzoj me bo një i badet, mos me marrë vesh populli që më të falë, që më të lutë, që kam namazet natës, që kam i badetet tinza. Qa me bo, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë me dhoni sadak, me dorën e djathtë, mos me pa dora majtë. Qka kjo i bjerë në mënyrë alegorike, dhe më thonë sa ma më sheft. E nëse duhet në vetëmi me bot diqka na, jo me i te i kalu kufit e Zotit, po me boj i badete. Andaj të dashur djelmosha, ju këtu edhe ata përmes rrjetëve sociale. Ju ka dhonë mundësia me ju testu Allahu, gjdo se në kini në telefon. Kujdes qka po shtypni, se që shruhët në atë bazën atje, si në YouTube, si në TikTok, si në Instagram, qka ke këqyrë, ruhët atje dikon, të historia të. Dije se ka dikush që tirun hala ma forte, së një banë delete. Ja, së një banë. Qka me ba? Nëse do me pa pastërtin tane dhe frikën tane nga Zoti, shure kërë në pyetja është epshi haram dhe lakmia haram. Epshi haram dhe lakmia haram. I thu vetë stop. Ama qka stop? Allah ka thonë mos ju afrani amoralitetit, zinas. Mos ju afrani. Nuk ka thonë mos bëni. Kret rrugët të cilat qojnë deri tek harami, largohet prej tyne. Çka lypët? Lypët lidhje fort me Allahun Azza wa Jall. Nuk na vyn pallavra. Nuk na vyn llafe. Nuk na vyn ato të cilët shitën se janë shumë burra të mirë, shumë devotshëm. Kur ec udhës atje, e dini ju, shikëshyrën mrapa, s'po vjen marrë më burr, ke bë 60 vjet, hala të këshyrë. A din që ka njerë që esi me kera, kalën e pishojmë na, për në vjen marrë, edhe ku pe di që ajnot, kur ullët, më raba hoqë të banë. Qëfa më raba, jo ati? Pa e di pa vetën, që i ka 20 vjetë për kalën, për këshyri si, stakfirullah l'adhim. Ki frikë Allahun Azza wa Jall. Ki frikë Zotin. Ti nuk e ki lidhje me njerëzit, po më shes. Ti e ki lidhje me Zotin. Kur të shes Zotit, ti e lidh me Allahin. Ti e ke dhënë besën Allah të zgjellë, o Zot, unë ty nuk t'i dhënaj, unë kam u munu veç me halal senet mi bo. Edhe kry puna, prandaj, o vlazën, o djemtri, le ta ndëgjojnë edhe vajzat e reja. Ju ka dhënë mundësia përmes telefonave me pa, me këqyr, me fol, me çdo kanë. Mos e bani. Mos keni tut Zotin, keni frikë Allahun. Keni frikë ditën e Kiametit. Allahun ditën e gjykimit kretëve ka me na marr, kështu ka hadith.
mi mshel perdet, veç ti edhe Zoti. Për se cilën punë ka me thonë, pse ke bon robi jam? A ki përgjigje, a ki guxim me thonë Zotit, për Zot, qka? Me ti pa baba, nana, bashortja, mesazhet me ti tërkan, edhe mu irritu, o birë jam. Pse ve birë? A të vjen marre, po për Zotit. Ama kjo lyp nivel të nalt. Kjo lyp nivel të nalt. Kjo nuk lyp lafe, kjo lyp pun, kjo lyp zemër, kjo lyp iman. Për me mri këtu është kollaj. Allahun Gjelleshanu qita para çdo senet. Veç me Zotin lidhët dije që ki me hynë varë i vetëm, ki me dalë para Allahit i vetëm, ki me shku në botën, ki me kalu urën e siratit i vetëm. O, Zot, thuj në forca. Zot në anima, Zot në e pëkherë. Andaj të dashu vlezër, pa dash me zgjatë ma shumë. Mesazhi hutbës sot më është kujdes nga mëkatet e vetmis. Edhe që të mbulon Allahin një herë 2:10, mos u mashtra. Mos u mashtra se ka na kollajs, po të shih ka kërkush. Dije se çdo kënd që Allah e ka bahor dhe i ka ndarë në rrjetet sociale, ai e ka mush kupën. Ai e ka tepru dhe Allah ja ka dhënë shansën një herë 2 mu pendu 3, so pendu, ja ka qitë Zotin shesh. E më i miri prej neve është ai i cili i mshef ibadetet, nuk i mshef gjunahet, se s'ka qa me mshef, se s'ban gjunahe. Allah na forcoft, Allah na uzoft. Udhëzoj zemrat tona, forcojnë hak. Na mundësot që ti t'jesh në zemrat tona i pari dhe i fundit. Zot na udhëzo dhe vladët në rrugën e drejtë. Ata gabime që i kemi bon pa dije, o Zot, ose na ka mashtru epshja po shejtani na i fal. I vetmi tek i cili kemi ymët jetë ti. I vetmi tek i cili shpresojmë jetë ti. Zot, na nuk mbështetemi te forca jone. Na mbështetemi te rahmeti yt, te forca jote. O Zot, jemi robët e tu që të bimë sejdë. Edhe kur gabojmë na fal. Na fal, mos na korrit as në dunjë as në ahiret, o Zot. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.